Allah më dhëshëm, këtë islam ka ngritur mbi këto shtylla madhore që njërën për tyre sa po e realizua me sukses. Pra agjërimi i begati Ramazan. Pejgamberi alayhis salam urdhëroi thotë buni el-islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. E një nga këto shtylla është agjërimi. Që do të thotë ne agjëruam një muaj me lejen e Zotit dhe me mirësinë e Tij, që ta aftësohemi për të realizuar në veten tonë një pjesën e Islamit, por njëkohësisht që të jemi të aftë për ta mbartur këtë një pjesë të Islamit në shoqëri. Dhe kur e bashkojmë me shtyllat e tjera, Islami tek ne bëhet akoma më i fortë dhe më i konsoliduar. Por fakti që Allah më mësh ka vendosur një muaj rresht por të angazhuar në mënyrë kaq intensive në ibadet Zotit, kjo tregon se ne me vërtet e kemi shumë të nevojshëm. Atëherë nëse do të shtronim pyetjen se pse agjëruam, i bie që ne ti përgjigjemi kemi agjëruar se duam të jemi më të fortë në rrugën tonë drejt Zotit. Kemi agjëruar se duam të jemi më të qëndrueshëm në rrugën tonë drejt Zotit. Kemi agjëruar sepse duam të jemi më të kthjellët në rrugën tonë drejt Zotit. Kemi agjëruar sepse duam që rrugën tonë drejt Zotit ta bëjmë më me dëshirë, më me kënaqësi. Kemi agjëruar sepse duam të jemi më krenar në rrugën tonë drejt Zotit. Kemi agjëruar sepse duam të jemi më të kthjellët me atë se çka na pret tek Allahu më shumë. Ne agjëruam një muaj duke i kultivuar vetes tonë dëshirën për të takuar me Zotin, dëshirën për të takuar faqevarë me Allahun më shumë. Agjëruam një muaj për të kultivuar brenda vetes tonë dëshirën për të fituar xhenetin e Zotit. Pra, një muaj rresht ne u afroam edhe më shumë me xhenetin, dhe xheneti na u duk më afër. Ne agjëruam një muaj për t'i thënë dynjas se kaq që ke volumin. Volumi jote është kaq. Pra unë të kam para syve dhe për hatër të Zotit nuk e zgjas dorën drejt teje. Pra agjëruam një muaj për të qenë më të fortë edhe ndaj dynjas. Agjëruam një muaj për të qenë më të fortë edhe ndaj lakmive tona, ndaj egove tona, ndaj efshëve tona, ndaj vetëve tona. Pra agjëruam një muaj për të qenë edhe më të fuqishëm ndaj vetes tonë. Pra i treguam edhe vetes tonë vendin për gjatë një muaji rresht. Pra i tham vetes tonë se lakmit tuja, dëshirat tuja, egot tuja janë gjithmonë dytësore, karshi hatrit Zotit dhe kënaqësisë së Tij. Ne agjëruam një muaj për çelë syt, akoma dhe më tepër, edhe ndaj misionit që na takon faqe të drejtë. Agjëruam një muaj për t'ia kujtuar vetes tonë në mënyrë edhe më intensive se jemi më këmbësit e Zotit në tokë. Kemi ardhur në dynja për ta adhuruar Allahun e mëdhëshëm. Nuk kemi ardhur në dynja që dynja ta vendosim prioritare, pastaj çka na ngelet kohë, do merrem me Allahun e mëdhëshëm në ibadete. Përkundrazi, ne agjëruam një muaj për të gëdhendur në agjendën e jetës tonë si prioritet kënaqësinë e Zotit dhe hatrin e Tij, ibadetin e Tij, urdhën dhe ndalesën e Tij. Pra ne agjëruam një muaj për të thënë vetes tonë se kjo dynja është shumë e shkurtër. Ashtu siç hiku një muaj, pa nëse e kujtojmë kur e filluam muajin e Ramazanit, e kemi thënë vetes çdo njeri prej nesh. E filluam një muaj, do të mbaroj po është një muaj, fatikisht hiku pa u ndjetë. Sidomos tash dimrit ikën akoma më shpejt. Pra gjithë kur na pyesje gjatë këtij muaji, si po e kaloni, nuk po e ndjej. Dhe fatikisht ashtu është. Edhe kjo është normalisht shenjë mirë. Po edhe të ndjerit vetvete nuk është shenjë keqe. Ata ndjesh ibadet, ata ndjesh që po të lodh ibadet. Megjithatë ti nuk heq dorë, edhe kjo është shenjë mirë. Pra na agjëruam një muaj për të thënë vetes se në dynjë jemi të përkohshëm. Kaq e shkurtër është dynjaja. Ditën e Kiametit do të na pyesë Allahu më mëdhëshëm sa qëndruat në dynjë. Shumë kush prej nesh do thotë një ditë, shumë kush prej nesh do thotë një gjysdite, ka për të pas për atyre që do të thonë një sahat, një çast. Ma le bi thuve e resa. Fatikisht nuk kanë qëndruar thotë Allahu më mëdhëshëm për se çfarë? Një çast. 60 vjet një çast, 100 vjet një çast, 104 vjet një çast, ashtu një çast. Dynjaja e tillë është. Dhe ne relativitetin e kohës fatikisht e përjetojmë çdo ditë. Nëse një ditë është intensive, ngarkuar, themi çfarë?
na iku dita, si iku. Nëse një ditë me fjalë është monotone, themi nuk po mbaron dita. Kurse kur njeriu e angazhon kohën e tij me ibadet, me diçka që kënaqë Allahun e Madhëshëm, koha i ka shpejt. Kështu edhe dynjaja, nëse realisht nuk duam që ta bëhet monotone dhe e lodhshme, mënyra më e mirë për të realizuar këtë është duke e kaluar me Zot. Jo duke ndetë me fjalë në teqeja apo në xhami, apo duke ndetë me qesh duke adhuruar Allahun e Madhëshëm dhe duke treguar veten devotshëm. Jo, nuk na thot Zoti kështu. Allahu më na thot angazhoheni maksimalisht në dynjan, por dynjan gjithmonë vanja me fjalë gjithësore. Dynjan që së doni me ta përdorni dhe mos ju përdor, vendosni prioritetin tuaj maksimal Allahun e Madhëshëm, prioritetin tuaj absolut Allahun e Madhëshëm, dhe kështu do shijoni edhe dynjan edhe ahiretin. A nuk shijuan fatikisht? Kush prej nesh mund të ishte më i lumtur, në momentin që hanin iftare dhe konsumon iftare, apo edhe syfyrën? A kishte njëri në botë më të lumtur se Sanem? Kush më mirë se Sanem si musliman, agjërues, dëshmues të fjalës la ilaha illallah, e shijoi me fjalë të muaj. U kënaqi duke konsumuar iftare me një tjetër. Fatikisht ishte iftari shumë i këndshëm, apo ajo çka e bënte iftarin kush ishte motivi sepse po hanim iftare. Fatikisht ishte motivi. Ne po hanim iftare sepse po hanim për atë të Zotit. Edhe vetë akti i iftarit vetë u shndruar çfarë në ibadet. Merret një të ndarkë me të njëjtën sasi. Jo me të njëjtin motiv, shijon ndrysh. Madje mund të duket shumë i lodhshëm. Por ne e bëm për atë të Zotit, hëngrëm dhe pim për atë të Zotit. Pra ne do të bëj kaq i këndshëm. Pra ne do duke ndet me njëri tjetrin në iftar. Shijuam edhe vllazëri me një tjetër. E njëjta darkë mund të jetë me 10 njerëz të tjerë, por jo që vetëm që nuk shijon. Por mbase në shumë raste të duket e losme, duket monotone. Dhe ti thua mos jetë adres do kisha ardhur. Fatikisht me zor pritshim që të vijë iftari, që veç iftarit me fjalë uleshim edhe me një tjetër, të diskutonim. A nuk na shijuan shumë kafet pas iftarit, me vërtet na shijuan shumë. Madje as shumë na shijuan sa që nuk dojmë që të ngriheshim nga tavolina, por sa ajo që na bënte ne të vijemi nga tavolina kush ishte? Ka ngjerë edhe çere kora apo 10 minuta për çfarë? Për të bërë zani jacis. Për të filluar taravia. Dhe kalonin nga një shije në një shije, nga i lumturi, nga i gzim në i gzim. Edhe këtu vinin prapë, falim jacin, falim dhe taravin. Dhe gjatë kohë që shijonin ibadetin taravin, e shijonin edhe çfarë? Të ndetur i pranë njëri tjetrit. Dhe kështu jeta jonë një muj rresht, unë gjyros me kë. Totalisht unë gjyros me hatrin e Allahut Madhëshëm. Dhe ne morëm një mesazh shumë të rëndësishëm. O robi i Zotit, nëse do me shiju edhe dynjan, edhe ahiretin, nuk ka rrugë tjetër përveç se me programuar jetën tënde me Allahun e Madhëshëm, me hatrin e Zotit gjithësisë. Pra vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, ne morëm një mesazh shumë të madh. Qofse do me u lumturu dhe me u gëzuar dynjan, qofse do me shiju dynjan, qofse do me shiju edhe familjen tënde, edhe lidhjet farefisnore apo shoqërore, nuk ka rrugë tjetër përveç se të ndërtohen mbi bazën e kujt? Të hatrit të Allahut Madhëshëm. E aty ku futet hatri i Zotit, aty futet drita. Aty ku futet hatri i Zotit, futet kënaqësia. Aty ku futet hatri i Zotit, futet shija. Aty ku futet hatri i Zotit, futet lumturia. Aty ku futet hatri i Zotit, futet gëzimi. Aty ku futet hatri i Zotit, monotonia vdes. Aty ku futet hatri i Zotit, ligësia vdes. Aty ku futet hatri i Zotit, illnimi vdes. Pra aty ku hyn hatri i Zotit, hyn jeta. Aty ku hyn hatri i Zotit, hyn përjetësia. Edhe në këtë botë dhe për çështjen e dynjas, edhe për çështjet e ahiretit. Pra, në një muaj rresht punuam intensivisht për të trajnuar, për të stërvit, për të mësuar se si merr formë dhe kuptim kjo jetë dhe se si njeriu mund shijojë lumturinë edhe në dynja dhe përderisa lumturia e kësaj dynjaje që ka kaq e madhe, kaq e bukur, kaq e ëmbël, le të përfitojmë se si do jetë lumturia e ahiretit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për xhenetin, fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Në xhenet ka atë çka syri nuk e ka pa, veshi nuk e ka dëgjuar dhe zemra apo mendja nuk e ka përfituar. Ne agjëruam një muaj vëllezër dhe motra për të pastruar apo për të pas aftësi edhe për të identifikuar të metat tona brenda vetëve tona. Për të identifikuar me krenari, me forcë, po edhe me guxim, dhe me trimëri brenda vetes tonë, edhe hasedin, edhe zilim, edhe menomarsin, edhe vetëpëlqimin, edhe lakmin e tepërt, edhe dashakeqësinë,
që gjitha këto janë pjesë ajo. A nuk thot Allahu mëndueshëm فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allahu mëndueshëm ja ka inspiruar njeriu kë, edhe devotshmëri, por edhe tendencë për ligësi. Kjo është thot qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Është i shpëtuar ai që trajnohet dhe stërvitet për të prevaluar ose predominuar brenda vetes vetë kë, sinqeritetin ndaj hipokrizisë dhe syfaqësisë, modestin para Zotit, mbimin e madhësinë, krenarin, mbi nështrimin dhe inferioritetin. Ai që e bën këtë gjë, ai me të vërtetë është i shpëtuar, sepse kjo është mënyra e vetme me mund veten brenda vetëve tona. Pra ne arritëm me që të trajnohemi se si të menaxhojmë këto ndjenja negative brenda zemrave tona. Në shumë raste na nxjihet jeta për shkak të vetëve tona, sepse nuk dimë të menaxhojmë zirin, hasedin, smirën, vetëpëlqimin, menëmadhësinë, lakmin. Në shumë raste na kthehet jeta në nxyrë sepse nuk dimë të kënaqemi me kë, me mundin e djersës tonë në fund muajit apo fund ditës. Pra nuk dimë të themi elhamdulillah. Kurse në realisht me fjalë trajnuar që të themi elhamdulillah. E shijuam iftarin në shumë raste mbas edhe me një gotë ujë dhe me 3 kokra hurma, apo çka kishim familjet tona dhe shtëpitë tona, që kush prej jush nuk ke qenë çfarë në udhtim dhe s'ka pas kushte komode me ushtru, nuk të hangër thjesht një sanduiç, megjithatë ka thënë çfarë? Elhamdulillah. Pse? Sepse e kemi kuptuar me gjithmonë mirësinë e nimetit të Allahut të manush. Jemi trajnuar një muaj rresht për të menduar edhe për ata që s'ka. Edhe për ata që nuk kanë kushte me shiju lezetet e mëdha të dynjait. U trajnuam për të qenë vetëdijshëm dhe për sakrificat e mëdha që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë vëllezërit tanë në Gaza. Dhe për sprovat e mëdha që po heqin në vëllezërit tonë në Sudan. U trajnuam njëkohësisht për çel vetëdijen tonë ose sytë e zemrës tonë dhe vetëdijes tonë për komplotet e mëdha që po i bëjnë sa njerëzije. E kemi thënë shumë edhe në hutbet e tjera këtu e 3-4 javë që kush porthiu horllëku i madh i Epsteini dhe shokëve të tij, që vetë gjithmonë pas kanë ekzistuar në faqe dheut, njerëz që jo vetëm e shkelin njeriu, por edhe pas kanë mohuar totalisht edhe si kuptim. Kurse ne u trajnuam për të lartësuar kuptimin e humanes në nivelet më të larta, pjedestalet më të bukura, pjedestalet më të dukshme. Edhe për këtë u trajnuam. Ne me që i tham botës, veçanërisht asaj bote të errët, që mundohet me shkatru njeriu dhe njerëzorën, që përderisa ne jemi faqe dheut, kjo nuk ka për të arritur asnjëherë. Dhe i treguam vetes tonë ose më drejt, çelëm syt dhe vetes tonë dhe tham që me gjithë mirë për këtë ekzistencë dhe për këtë njerëzi jemi shumë të rëndësishëm. Mos na vi rënd mua mësoj njerëz se si falet namaz. Mos na vi rënd ty themi njerëzve, hajde në xhami, hajde të mësoj se si merret abdesi. Mos na vi rënd ty tregoj njerëzve shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit, halalin dhe haramin. Por mbi gjitha ajo që duhet marri vëmendje të madhe nga ana jon është të tregojë njerëzve se kush është Zoti, kush është krijuesi i tyre, kush është Allahu i Madhëshëm, është Rabbul Alamin, Zoti i gjithë botrave, por njëkohësisht Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesi, mëshirëplot. Ajo që i mundson njeriu të nguli këmbë dhe të qëndrojë në rrugën e Zotit të shkush, njohja e madhështisë së Allahut të Madhëshëm, njohja e fuqisë dhe forcës së Tij, njohja e dijes pafund të Tij, njohja e bujarisë së Tij, njohja e faljes së Tij, njohja e fisnikrisë së Tij, njohja e furnizimit të Tij pafund. Shumë njerëz u kthehet feja në monotoni për shkak se s'dinë se si ta kujtojnë Zotin. Sepse nuk e njohin Zotin. Nuk e njohin Allahun e Madhëshëm. Mirë, por momenti kur fillohen se me kë kanë të bëjnë me Allahun e Madhëshëm, Zotin e gjithësisë që ka botra të ndorë, dhe është ai i cili asnjë nuk ndodh dhe nuk lëviz përveç se me lejen e Allahut të Madhëshëm, dhe se risku i njerëzisë është në dorën e Zotit. Fryma e njerëzisë është në dorën e Zotit. Shiu është në dorën e Zotit. Ajri në dorën e Zotit. Toka në dorën e Zotit. Gjithçka është në dorën e Zotit. Kur njeriu e njeh Allahun e Madhëshëm në këtë formë, atëherë fillon të shijojë marrëdhëniet me Allahun e Madhëshëm në gjithësi. Prandaj le të jetë kjo tema jonë kryesore për t'u mësuar njerëzve. Dhe me të vërtet njerëzia ka nevojë për këtë më tepër se kurrë tjetër, sepse me të vërtet sot më tepër se kurrë tjetër, nevoja e njerëzve për Zotin është në nivelet më të larta. Prandaj edhe ne agjeruam për të thënë vetes se njerëzit kanë nevojë për ne, për të qenë model të mirë, për të udhëzuar ashtu siç duhet tek Allahu i Madhëshëm. Ajo që bie në sy gjatë muajit Ramazanit, gjëja e cila ran sy dhe i ka rënë sy çdo njeri për nesh tek vetë e vet, gjatë muajit begat, është se ne u morëm maksimalisht me vetë dhe u morën shumë pak me të tjerët.
biseduam rreth vetes, me stërët e Zotit, dhe u morëm shumë pak me hallën e tjerëve, ose problemet e tjerë. U morëm shumë me veten tonë, dhe shumë pak i përgojuam të tjerët. U morëm shumë me ndërtimin e vetes tonë, dhe shumë pak u ankuam, e kërkuam zgjidhjen tek vetja, duke përgjigj urdhët e Zotit. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e kombi derisa të ndryshojnë vetët e tyre. Edhe me të vërtetë e pa, kur filluam të merrem me veten, kjo ndikoi edhe tek të tjerë. Xhamati nderuar, tashmë Islami në Shqipëri është ky fenomen, jo vetëm në Shqipëri, edhe në përballë, edhe në Europë, edhe në Perëndim. Me të vërtetë Islami është ky në fenomen. Kjo është tregues shumë i lartë. Por kjo në vetë përbën një sprovë të madhe. Dhe kjo është prova e kujt, ose sfida e frikës me i fen nga zhgënjimi. Urojmë që ne si musliman, tash pas Ramazanit jemi akoma dhe më të vëmendshëm që të mos i zhgënjejmë njerëzit. Atë jemi tamam gjithmonë siç na ka hije musliman rob të Zotit, që çdo frymë jona dhe komunikimi joni të jetë udhëzues i njerëzisë për tek Allahu i mëndshëm. Një nga detyrat e mëdha për shkuar të fundit, që na det për detyrë pas këtij suksesi madhor që na dha Allahu mëndshëm. Pa agjerimi një muaj është kemi vëmendjen tek brezi i ri. Mos na hutoj shumë gjendja të cilën po kalon bota në lidhje me zullumin dhe mbrapshtitë e mëdha që po ndodhin në botë. Jo kohësisht edhe tek vendi jonë, këto mbrapshtitë përkohshme. Mirë po muslimanët, realisht ata që i kanë beruar Zotit me besim dhe me ibadet, duhet përgatisin brezin e ri për atë çka vjen. Xhamati nderuar vëllezër dhe motra, ajo çka vjen pas këtyre ngjarjeve ka përqenë shumë më e madhe se sa kaq. Dhe muslimanët grishën për pasror. Edhe ne si muslimanë shqiptarë. Do të kemi parasysh se jemi delli, shtylla kurizore dhe palca e këtij kombi dhe këtij vatani dhe këtij populli. Kanë edhe përgjegjësia shumë më e madhe. I lutem Allahut më që të na ngel nivelin e duhur përgjegjësisë dhe përgjegjësisë për rolin që na takon. Gjithë këto zullume kanë për të marrë fund. Zullumit asnjëherë nuk i ka zgjat jetën. Pyetja është pas kësaj situate çfarë? Nëse realisht ne do merrem me veten tonë ashtu siç duhet. Do punojmë ashtu siç duhet me brezin e ri, me të vërtetë Allahu më shumë frenat e këtij populli, edhe këtij vatani, po me lehtë Zotit edhe këtij civilizimi të ri që po ndërtohet, ka për të lënë në duart e këtij brezi që kemi eduku dhe po edukojmë. Dhe nëse me të vërtetë po punojmë për ta ndërtuar ashtu siç duhet, Allahu më shumë ka për të na nxjerrë faqe bardhë ne, ka për të nxjerrë faqe bardhë edhe ata. Dynjaja nuk rri qoftë ai sekond me i vend. Vazhdimisht është në transformim. Mi po shkon ose për mirë, ose për keq. Dhe Allahu më shumë jep shenja. Lum për ata që kuptojnë shenjat e Allahut më shumë dhe përgatiten për ta. E pa ta thënë para 3-4 hutbesh, para 100 vitesh, shqiptarët, veçanërisht shqiptarët musliman, humben shumë. Tashmë ka koha që shqiptarët, veçanërisht shqiptarët musliman, të fitojnë shumë. Mirë pa Allahu më shumë u jep mundësinë atyre që janë të vëmendshëm dhe atyre që përgatiten për to. Dhe prandaj agjeruam xhamatin nderuar. Nuk agjeruam thjesht për të shkarku maunet e mëkateve dhe për të ngarku këto maune me sevape të reja. Ne agjeruam për të përgatitur edhe për këtë rol të madh që na takon me lejen e Allahut të mëndshëm. Po yes'alunaka matahu kul asaj yakuna qariba. Dhe të pyesin po kur do vijë rol thuaj atyre ka mundësi të jetë shumë afër, por a jemi të përgatitur për atë rol? Allahu na mëson. Allahu na mëson që këto energji që kemi marrë në Ramazan ti përdorim për mirë, për veten tonë, për të vazhduar rrugën tonë me vëmendje, thjellësi, këmbgulë dhe qëndrueshmëri drejt Zotit, por njëkohësisht Allah na mëson që këto energji që kemi marrë ti përdorim për të mirën e fesë tonë, votalive tonë, muslimanë dhe jo muslimanë, të popullit tonë, të vatanit tonë, të shtetit tonë, të ardhmes tonë. I lutem Allahut mëndshëm që ta bëj faktor për mirë, ndryshues për mirë. Allahu mëndshëm thotë Kur'an, Allahu nuk e shkatron një popull për shkak të zullumçarëve, përderisa në mesin e tyre ka njerëz që yuslihun, rregullojnë. Allahu na bëft rregullator për mirë. Mos harrojmë o xhamat. Ky vatan dhe ky popull nuk është pronë as kërkujt. Nuk është pronë atyre që Zoti na ka sprovu me ta për të na drejtuar. Ky vatan është pronë e gjithë, ky vatan është pronë e jonë. Ky vatan është pronë e brezave që do vinë më mbrapa, është pronë e fëmijëve tonë. A mund të themi ne ndonjëherë se momenti që mundohet komshiu me na e vën zjarrin në çatin tonë, themi ndonjëherë çfarë na duhet ne? Nuk e themi këtë gjë. Vatani është shtëpia e madhe ku jetojnë gjithë.
Prandaj duhet jemi të përgjithshëm edhe për këtë gjë. Nuk po bëjmë demagogji, edhe një herë theksoj, ajo që ka vjen mbrapa këtyre ngjarjeve të mëdha që po ndodhin, do të jetë shumë më e madhe se sa kaq. Edhe këto ngjarje janë të mbushura plot për plot me raste dhe mundësi. Dhe këto mundësi, Allahu më ndosh mua jep dhe për këto mundësi përdor me të vërtetë ata që përgatiten për to. Dhe pajisja më e rëndësishme është imani dhe lidhja me Allahun e mëndshëm. Le të punojmë me veten tonë, le të punojmë me brezin e ri, t'ua kultivojmë atyre imanin, lidhet me Zotin, t'i kultivojmë me dije, me shkencë dhe me zanate të ndryshme dhe profesione të ndryshme, që t'jetë dobishëm për veten e tyre, për familjen e tyre, edhe për vatanin e tyre. Allahu na përdor për mirë, Allahu na pranon agjërimin tonë, namazin tonë, zakatin tonë, sadakan tonë, Allahu na pranon leximin e Kuranit, Allahu na pranon zikrin tonë, Allahu na pranon bamirësitë tona, Allahu përgjigj duave dhe lutjeve tona, Allahu na mundsoft që të arrijmë edhe shumë Ramazane të tjera. Allahu na ndihmoft ne, na ndihmoft edhe brezat e ri, për pas atë rol që për cilin po përgatitemi me lejen e Allahut të mëndshëm.